Me pranga në duar në punës policor nga Shtypja dhe Koçani u sollën në gjykatën penale në Shkup. Sipas prokurisë, 7 policët janë dodyshuar për vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme, por ata konsiderojnë se nuk janë fajtor për tragjedinë. Чувствувате вина? Nga ana tjetër, i pari i Ministrisë së Brendshme, Panço Toshkovski, theksoi se ata kanë mundësuar që diskoteka të punojë edhe përkundër kushteve nën standard. Sipas dyshimeve, ata kanë përgatitur dokumente jo ligjore dhe në atë mënyrë, siç tha Toshkovski, kanë kontribuar që të ndodhë tragjedia e tmerrshme. Shtoi se një pjesë në punëzve policor deri te Ministria e Ekonomisë kanë dërguar mendim pozitiv për kabare edhe pse nuk kanë kryer kontroll adekuat. Како соизвршители, осумничените, изготвувајќи, подпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност, му овозможиле на правното лице да се стекне со лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. Përveç policëve, sot paraburgim është kërkuar edhe për një zyrtar tjetër të lartë të Ministrisë së Ekonomisë, pa u bërë të ditura detajet të tjera se përse. Numri i përgjithshëm i personave për cilët është kërkuar paraburgim tani është 26. Prokuria Publike Koçan në gjykatën kompetente ka dorëzuar propozime për vazhdimin e masës së paraburgimit afatshkurtër edhe për 48 orë për 16 persona të përfshirë deri më tani në procedurë. 2 personave të tjerë me propozim të prokurisë gjatë ditës së djeshme u janë shqiptuar masa paraburgimi. Ndër personat për cilët kërkohet vazhdimi i masës së paraburgimit janë ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ish shefi i inspektoratit të tregut Goran Trajkovski dhe ish drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Beki Maksuti. Pas 48 orëve të reja për ta, prokurisi mas eventuale i mbetet edhe kërkimi i paraburgimit 30 ditor shtesë.